se këto betejë politike do të vazhdojnë dhe duhet të jenë, edhe kritika është esenciale, sidomos ndaj atyre që e kanë pushtetin, por jo me qëllimin që të hik ai, të vi unë, që të përfitoj unë. Dhe kjo e krijon atë zhgënjimin e madh dhe sidomos ajo që u vure në 2025-ën, por që ndoshta do të vazhdojë është mungesa e respektit për profesionalizmin, për dijen. Për çdo profesion këtu. Po, sepse sa herë e kemi dëgjuar frazën që ti je niveli lart, po duhet ta ulësh nivelin që të kuptojnë të tjerët. Kjo është tragjike sepse niveli duhet të ngrihet nga të gjithë dhe kjo ka të bëjë me sistemin arsimor, me mungesën e leximit, me mungesën e shkuarjeve në shfaqje kulturore. Pse unë dua. Shumë shpesh ton duhet ta ulë nivelin se s'na vin publik. Jo mor teatri është për të mbajtur nivel. Teatri është një shkollë alternative. Kjo ka të bëjë me të gjithë.